Pa jena më të gjenje mua me sot të cilat kanë. Përshëndetje! Hello! Sot do të kemi një video të ideuar nga Amelia, kështu që po e nisim këtë video duke e përshëndetur Amelian, sepse na ka dhënë një super ide. Ti motra, nga Amelia ke 20 euro buxhet, domethënë nga unë, po që Amelia kishte idenë, dhe do të zgjedhësh çfarë të duash ti tek 1 euro shqiptar, tek linja 1500, 1600 lek, dhe më pëlqen ky challenge jo për pjesën e vlerës të lekëve, po për pjesën që jam shumë kurioze, nuk e di nëse edhe ju do jeni kurioz, të dim se çfarë do zgjedhësh ti me këto 20 euro. Jam e sigurt që do bësh ca zgjedhje shumë të çuditshme, se di pse. Po, se bëjmë lot 20.000 lekë, se 20 euro janë shumë. Po mirë, 20 euro, 20.000 lek. Po jo, 20 euro. E themi 20 euro, motra, për pjesën e njerëzve që na ndjekin jashtë. Okej. Është për mbledhje 20 euro po 20.000 lek. Nuk është shumë e madhe. Shiko, Siri, e do 50, Anci, po gjithsesi, unë mendoj që të lini ju një koment nëse do pëlqej kjo video, se me çfarë shume do ta bëjmë herës tjetër, por që të më blesh ti mua. Ha? Po, mbase e rritet shumë, mbase edhe zvoglohet, mbase thonë edhe me 10 euro. Dhe përshëndesim të gjithë ju që keni gjetur çmimin që kemi ngrënë ato ëmbëlsirat tek turizmi, kushtuan 9.900 lek, afër 10 euro, dhe po lek këtu të gjithë ju që e keni gjetur. Faleminderit që na ndiqni dhe përgjigjeni. Prit sekondë, si e la me në kaluar, ata që do gjeni çmimin do e qirase me një ëmbëlsirë. Po pra, ata që do kenë këtu emrat, kur t'jeni në Pogradeci, nëse s'jeni nga Pogradeci, më shkruani, unë do vi, t'ju takoj dhe t'ju qeras me një ëmbëlsirë. Shkosaj mirë, jam unë e Do vi me Anxhin, ha, motra? Po, patjetër. Është ide e bukur, kështu dhe takohemi. Nuk është diçka që po e bëjmë kot për video, do e bëjmë vërtet, dhe madje do e xhirojmë pjesën kur t'ju takojmë, ta am atë ëmbëlsirën dhe të bëjmë pak muhabet. Okej. Super ide, kjo ka qenë ide e Anxhit dhe më pëlqen shumë. Tani ikim tek 1 euroshi. 1 euroshi ngeli, sa ajo është 1.3 euro e 1.600 lek, po. Nese nuk ka rëndësi. Nese, ikim aty dhe shohim çfarë do zgjedh Anxhi dhe vim këtu dhe shohim se çfarë ke zgjedhur. Ikim. Okej, shkojmë. O motra, tham që do marrim gjëra për vete, çfarë bën? Po prit se do marr ishte 100. Ku ishte qeni? Aty për jashtë. Do me thanë, e nisem me një ushqim për Ti e di që qeni. unë e kam dobësi qeni, domethënë. Po, Anxhi ka Kjo shumë është qejf për qenit, edhe i do Po, shumë. çfarë është kjo? Sa kushton 900? Këto janë nga 2. Po mirë, merja një më të mirë mbase këtë, apo jo? Jo, po kjo është për qenë të rritur. Ah, Ndërsa okay. Kjo është për kështu, është Mirë. është kjo. E mora. Okej, të shohim çfarë do zgjedhësh tjetër. Ndërkohë, Anxhi është duke zgjedhur. Ha, motra, çfarë është ajo? Nuk do t'ju lëm të gjitha pamje se çfarë po zgjedh Anxhi. Do t'ju tregojmë disa dhe kur të shkojmë tek makina do t'ju tregojmë se çfarë kemi zgjedhur. Çfarë është ajo, motra? Ku do në letrën lakur? Po si hapet kjo? Se dua për në zyra unë këtë. Anxhi s'po na shpenzon se po i zgjidh nga 1.000 lek. Jo, unë Kështu si s'po i zgjedh 20 cop do marrësh. Jo, në fakt unë bashkoj gjëra interesante, nuk është se pa çmime. Jo, nuk e vija në dyshim që do merrje gjëra shumë të veçanta. Prit një sekondë. Prit. Çfarë shërben kjo? Micellar water. Shumë e vogël kjo. 1.600 lek. Jo, Po ka jo, që e di vogël. çfarë mira për një udhëtim këto. Po nuk më del mua ka që vogël motor. Unë mendoj të marrësh këtë. Çfarë është? Një gjë të parash. Ah, që dhe furça. Jo. Sapun. Jo, më tregojnë gjithë në banjë në këmbë dhe furça. Jo, aty po mbajt se sapuni. 1.600 lek. Si e fu sapunin të brenda? Po. Pa jena më të gjenje mua me sot të cilat kanë. Se keme motor aq të madhe. Shketi më të qenesh. Mirë, na i trego pak më vonë. Sa e bukur kjo për ty që ke qenush. Qa është? Ja. Vazhda cilësësh. Jem bad jealous people me këta më keqen. Po për pipo Shikon atë dhe i le ati e i. Ose. Në e kapsim do të ne kapsim për flokët kër është. Motra mi prishe. Qa në të pasqyra? Po pasqyra që do? Shumë e bukur kjo. Dale të shikojmë mirë. Po unë ku jam? Sa bukur do duke syri, buzët. Kujtë Motra mund? di që e shumë e bukur. Vej me shalama se më zikë. Pasqyrë më pasqyrë, kush është më e bukur? Tani për këtë e marrësh të pasqyrën? Këta do të adhoroj ty. Mua? Pse? Ta shpikoj pas asë s'kan kohë tani. Mirë. Motra e ke kohë që po e llogarit. Ha? Më mirë shkojmë në kasa dhe po jo, ka që- diçka tepër pastaj heqim, po ka më pak. Ti eshin. Marrim ndere tjetër. mendja ati mua pastaj. Po 20 e kemi, nuk mund ta kalem sfidën. Motra dhe këto të mungonin veshët. Ha, më shkojnë?
Qen ka shumë e vështirë të zgjedhësh, sepse kur e di limitin, je kështu si pa limit. Çfarë thash më? Tha një perlë kjo që do mbahet mend për gjithë jetën. Ua, çorape firmuara motor Nike. Pse pas kanë këto të Nike? Po që nga burrash më. Po të bëjnë ty se 38 apo 46 atë. Jo, do e shonë të mëdha. Ç'e kam për mua këto? Çfarë mos na duhet? Ka mos si ajo. Po ke ti pas kam. Than make-upin. Shkoj një më të këtë. Tani në fakt kur do ngrohet shumë koha, besoj që duhet. Dale. Motor, këta do ta marrë se kjo që në kamerë këtë. Me vërtet shumë e mirë. Wow, kjo pas ka një kështu shumë të mirë. Motra, vazhdon prapë ti numërosh. Mund të shkojmë në kasa ti shikoj. Nuk e kemi arritur akoma, Motra. Je sigurt? Unë them ai shkojmë mirë në kasa. Jo, llogarinë e vera. Se çfarë ishte kjo që more? Tani, në fund do t'i tregoj. Super. Motra i bëj vetë, mos ka një. Kam qef të shikoj sa do shkojnë. S'kene më? Edhe kapsa. 16.200. Do me thënë kemi dhe 4.000 lekë. Shumë i ka si dhuranë që me 16.000 lekë gjithë këto. Me lule, Me lule, me gjara për në zyrë. Sa shkoj tani? 25. Po. Okej. Kaq ke ka kaq. Okej, do t'ja fali manxit një 600 lekë. Jo, ja jam vetë 600 lekë shumë, s'është problem. Ti apo. Okej, rëndësi ka që sfida u kalua me sukses. Hajde, motra, hajde. Qesen po ta mbaj unë motra me gjëra, ndërkohë që se mos të kafshoj. Sa i mirë. Hajde në të. Do kënaqet ai. Të bëf të mira, edhe pse s'ta di emrin. Qenush. Tu kemi të gjitha produktet që ka zgjedhur Ranxhi. Si fillim unë dua t'ju tregoj faturën se dua të jemi shumë transparent. A pra 20.000 lek, 20.500, por 20.500 lek ja falë manxhit. Dhe ndërkohë, me që jemi tek pjesa e dhuratave, se këto janë dhurat për Ranxhin, unë dua të bëj një lajmërim shumë të rëndësishëm motra. Ky lajmërim shkon për të gjitha bizneset që duan të rrisin ndjekësit dhe të kenë vërtet ndjekës real, jo ndjekës nga India. Do të bëhet në bashkëpunim me Xhensila Myrtezain, që të ftoj edhe ty të marrësh pjesë kur të bëhet ky giveaway në Instagram te Star Gift Albania. Sepse do dhurohet një makinë edhe shumë dhurata të tjera, kështu që nëse doni të rrisni ndjekësit edhe të keni sukses në biznesin tuaj me ndjekës real, unë ju ftoj të kontaktoni me Star Gift Albania në mënyrë që të keni info të duhura për të marrë pjesë dhe ju si biznes. Ndërkohë që ju të tjerët që do jeni si ndjekës, mund të merrni pjesë për të fituar pra shumë dhurata aty, kështu që shkoni, bëni follow te Star Gift Albania dhe gjithashtu të gjitha info do t'i keni aty. Motra kuptove gja? Kuptova, po makinë the, makinë. Makinë, Çfarë makinë është? Është makinë që do ta shikojmë aty tek giveaway kur të bëhet. Kështu që Nuk është do e marr makinë. si dihet mund të ketë fat edhe ndonjë nga ju që po na ndjek. Por gjithsesi ky njoftim ishte për bizneset. Tani pa unë burkon na tregon çfarë ke marr. Kemi këtu një kanaçe, nuk është për pirë. Është me letra të lagura. Dhe mua kjo më nevojitet shumë, se është shumë praktike dhe për nxyrë. Po nuk e kuptova se ti si hapet. Hapet kështu në mes. Është shumë interesante, shikoni. Sa cute është? E mban dhe në Po pse more çantë. dy o motra dhe një për mua? Tu kemi këtë freskuesen fantastike. Rozën more? Rozën mora, po ka një gjë të mirë se kjo qëndrohet edhe ke zyra, e në zyra unë këtë. Prit ma jep pak mua Ja, të freskojmë pak. e ve motra në zyra atë. Që të gjithë gjërat e mia i do gjithmonë që kur ka qenë e vogël. Ma jep pak. E mban këtu. Po, dhe ve aty ve në zyra dhe më vjen ajo, përballë më vjen ajo freskia mua domethënë, e kupton? Ua, sa mirë. Edhe vjen deri këte. Ishte shumë e fuqishme, interesante. Se kjo do blete një. Për një freskuse që kushton vetëm 1.600 lekë, domethënë apo një euro, nuk e di ku di atje. Dal për çfarë isha kurioze? Kjo ishte super. Po prit me prit se ta tregoj. Atje nuk e kuptova shumë mirë. Në ma ta futun këta ndërkohë ti.
hape atë. Atëherë, unë zakonisht jam me dhimbje koke dhe kjo është head massager, është për masazhimin e kokës. Ta hapim pak ta provojmë. Ku është? Ja ku është dhe kjo këtu? Dale. Sa e mirë, po dhe këta e dua unë. Si dhe të do ti? E dua unë. Që më të duash? Unë e di çfarë do bëj, do ik të marr me faturën që kështu të marrë një faturë tjetër për veten E time. kuptoni ka pjatën Se domethënë? më pëlqen të Me këtë gjitha. masazhon edhe këtë pjesën e muskujve shumë. Është shumë e mirë. Këtë masazhon më treku. Kjo ndihmon dhe kur masazhoj koka ndihmon dhe në stimulimin e gjakut që rritjen dhe flokën. Mirë, tani do të Gjithashtu. pyes për diçka tjetër. Tani, pyetja që kam unë është kjo këtu. Përse ma ke marrë mua? Kjo është një dhuratë nga ana ime me lekët e tua për ty. Sa po hap edhe linjën tënde Rain kozmetike Beauty. të Rain Beauty. Jam shumë e Me atë lumtur. kremi fantastik që Po. Krem gjelli, SPF 50. unë nuk e di domethënë çfarë konsistence ka ai që ta bën Me qëra fjala tani lëkurën e kemi vendosur. aq të butë, aq të shndritshme dhe aq si thua është një trajtshme për ngjyrën po flas. Është vërtet shumë e mirë. Edhe më shkoi pjesa. Gjithsesi ne e tham, po mbase në Instagram unë e kam lançuar, këtu në YouTube ju nuk e dini, mbase edhe më ndiqni aty. Nëse nuk më ndiqni shkoni tek Ejonavis Vlogs dhe më ndiqni në Instagram. Unë kam nxjerr linjën që kishte ëndër Alfa, pra ëndrrën që ai e la për gjysmë, unë po e realizoj dhe jam shumë krenare që ai kudo që të jetë mund të jetë shumë i lumtur, kështu që nëse doni dhe ju të bëni porositë tuaja, nuk është një reklam, por është thjesht një lajmërim nga ana ime për ju që mbase s'më ndiqni këtu, që nëse doni dhe ju ta përdorni këtë produkt, thjesht për cilësinë e mirë që ka, shkoni, më shkruani në Instagram dhe do t'ju kthej aty përgjigje. Kështu që unë po ju le edhe një foto të produktit diku këtu, që ta shikoni për çfarë produkti bëhet fjalë. Ta gëzosh më. Okej, kur të lyhem me Rain Beauty, në fakt do ta kisha marrë një krem me vete që ta tregoja këtu, gjithsesi shkoni dhe shikoni në Instagram. Atëherë motër, tu kemi një maskë me kolagen. Bio Collagen Fashion Mask thot. Është Kjo me është kolagen maska bio. që thash unë çfarë është gjithë kjo e madhe. Po, kjo është me Ama kolagen më vjen bio. sikur me dhe këta do është- më trembësh kur ta vendos. Se di, po do ve Sa syze dukesh motra si që mos fantazma. trembesh ti, do ve dha syzet motra që mos trembesh ti. Anxhi u tëroj nga kjo bio. Po bio, tani desa thot bio, se di. Bio duhet Po, jetë. Këto që more në fund, ti shikoj mirë këto? Lulkat. Jo. Këta do ma dhurosh mua. Po pse ta duroj? Se lulet e diellit janë time, të lutem. Më prishë Terezia, keni parasysh? Lulet e diellit mi dhuronte gjithmonë Alfa, kështu që ti do ma dhurosh. Unë mëra për te zyra, mëra këtë. Mëra dhe këtë kaktusin. Se unë për kaktus vdesi kam shumë qef këto. Lulet kështu. Ky kaktusi nuk e di, po Anxhi nuk e di çfarë ka me këtë kaktusin. Është lulja e preferuar e Kam dhe Anxhit. kaktus original në shtëpi, po nuk e di. Nuk e di. Okej, mbaj jashtë i përdorin kaktusin, shumë- do m'japësh mua Janë lulet e shumë diellit? zyrtare këto kaktuset. Mirë, merre diellit, t'ja merre. Do ta vej emrin Angela Kaktusi. I ka shumë qef, kurse unë i kam shumë qef të se mi dhuron të Nuk Alfa. gati, nuk Kështu merr që vesh. unë dola me dy dhurata, me pasqyrën edhe me lulet. Sa kërkosh një tjetër deri në fund, më Jo. ndore deficit. Atëherë mora një kështu për në punë. Tani unë ngro koha dhe marrim ndonjë sallatë, marrim ndonjë frut, ndonjë gjë kështu. Dal të Kjo hapim është një. shumë interesante, është hermetike dhe është tepër praktike. Po, shumë praktike. Domethënë për Mirë do ishte të ishte pexhami, po nga një anë për prakticitet xhami Jo, mirë do ishte thyet, të ishte më madhe që të ndaje diçka me kolegët, po. Jo, po keq. më mirë o më të rathuaj kështu ti. Që është shumë e vogël e s'më nxinte edhe vetëm për vete ka marrë. Duke që jam kërnack. Si më thoje e vogël kurnack, jo kërnack, se e bra qofte unë. Jo, të thoja kërnackë. Kër. Kërnack bja qa. Ajo është kurnace në fakt. Kërnack. Po unë si fëmijë që isha i the kërnackë dreqit i thonë. Do me thënë për ju që se kërnackë. dini nga zona tonë do të thotë ai që kur të sen ose që nuk të jep dorë shtrënguar. E se nami më ka dalë se jam dorë shtrënguar. Nuk është. Është pak posesive për gjërat që do të sajat, që i ka Ti dëshirë. gjërat e mia si apo kështu jap në përgjithësi. Mora një maskë me kolagen për sy E këta e dua. I dua të që... Modra që e bën ashtu. Motër, tani më lërë të lutem se po ma prish vibe-i. Jo, ti Kjo tregoje, është unë një do ta maskë që tregoj. vjen në frigorifer. Ka këto si Bëhet të ftohtë dhe gel. vihet këtu. Kisha qef ta prikja se është shumë antistres. Unë e kam blu në Mos ai shtëpi. çash top ka motër. Nuk i xem top. Antistres është ajo, është për. Unë e kam blu në shtëpi dhe sinqerisht merrni dhe ju në qoftë se e U, keni kjo një është euro ajo që shenafër. veti këtu në ballë. Po Unë pse- e mbaj për
do t'ju tregoj një sekret. Dal më një dal haks. sekonda tash Jo, se prit, këtu t'ju do tregoj maskë një për haks. sy të thotë. Okej, prit, t'ju Po ti tregoj. pse edhe në Po bankë ja është pra, për sy? më lër ta tregoj. Do t'ju tregoj një haks. Unë e vendos gjithmonë tek pjesa e ballit çdo darkë. Po me thënë, nuk e di, po ju do më quani tani mua se unë jam duke shpikur ndonjë gjë, por unë e kam vendosur çdo darkë në fytyrë dhe sinqerisht unë në ball nuk kam rrudha fare. Nuk e di po është kjo. Edhe diçka të qetëson shumë dhe dhimbjen e kokës. Mua s'më dhem koka ndonjëherë. Sa anxhir qesh se e di që mua s'më dhem koka kur. Por ma qetëson për shembull atë si mpirje kur jam e stresuar, më bën një relaks të papar, ta vendos kështu. Tani për të punën. Pra bleni dhe rrugave vendoseni që kështu, thotë kjo. se unë në sy nuk e vendos. Shkë pjesa që është kështu vit këtu. Po unë ashtu e Po, vendos, kështu. nuk e di unë ashtu e vendos. Do me thënë pjesën këtu, merreni, bleni te 1 euroshi, vendoseni në frigorifer, jo në ngrirje. Edhe në ngrirje mund ta vendosni ndonjëherë veten e akulli. E Po le larda atje vjet. Po dhe e le gjysmore. ngrirja. Jo, po unë e le dhe kështu dhe poshtë kur e dua thjesht të ftohtë. Dhe e vendos kështu o sot. Po e vendos te akulli, jo direkt në lëkurë se ja u djeg. Vendosni një si kartopicet poshtë, pastaj këta. Nëse ja u thash një haks që s'ja u thot kush. Në ka shumë efikase. Atëherë, përse janë gjërat e mia motër. Kjo është një maskë këmbësh. Unë historikisht I ka marrë to tek një hershi. Kjo Po është ta mund formati I tani ri. ta vendosësh tani. Jo, edhe? jo, nuk bëhet tani motër. Mbase në një video tjetër, nëse ashtu E me kemi bëhet kohë. tani. Nëse kemi kohë në video tjetër, motër se kjo është e lengshme dhe duhet mbajtur derisa të duket rezultati. Nuk mund ta bëjmë tani. Okej, është Po kjo. që në një video tjetër, nëse kemi Duket kohë të si provojmë si gjëra. kështu, figura pe fëmijë. Jo, është tamam maskë këmbësh. Kemi edhe një kështu me mi. Miu, çe lexon kjo? Me mi. Miu. Ama mos ai kujto miu se ka dalë kjo tani. Jo. Kemi edhe një. Miu, ashtu. miu. Dhe kjo motor është diçka shumë fantastike që ti nuk patë mundësin ta shohësh. Ky është produkti I fundit. Është një kështu për të Ua, dhënë. sa e bukur. Mund ta vesh dhe te kuzhina poshtë, tek pjesa aty Ja, ku dhe lanenët. nëse kjo e dua, se rej do ta tualeti. pëlqente shumë atje në kuzhinë. Unë e vura se ti më ri pipo zakonisht e ka si vend preferuar dhe të ri aty te kjo se më se pëlqen. Duket super. Kjo është video për ditën e sotme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Tani po më imiton mua që se kjo ishte video për ditën e sotme. Jo, nuk të imitoj ty. Doja të përshëndesja vajzën e koleges time Fationës, po nuk më kujtohet emri fare. Po që është një vajzë shumë e këndshme dhe shumë inteligjente dhe na ndjek me shumë dashuri. Unë e përshëndes. Të përshëndesim. Ndërkohë, të gjithë ju që na keni ndjekur, na keni komentuar, ju falenderoj me zemër. Mos harroni që ju dua shumë të gjithëve. Lini çfarë komenti doni në këtë video, mbase lini dhe ndonjë ide që t'ju përshëndesim ju që do marrim ide në videon e radhës dhe shihemi. Bye. Pacim.